nga unë Klea Kica dhe mirë se erdhët në shtëpinë tuaj të Paradites në Vibe. Para se të nisim këtë episod, dua t'u falenderoj të gjithëve për mbështetjen që na keni dhënë. Sot në studio kemi një nga personazhet më bombastik të showbizit kohëve të fundit. Ai është Arnold Damazeti. Arnold, mirë se erdha. Mirë se gjeta dhe faleminderit për ftesën. Të falenderoj shumë që pranove të jesh pjesë e emisionit Vibe. Ishte kënaqësi. Kënaqësi për mua. Në fakt dua ta nis me një pyetje shumë kurioze, që janë kurioz të gjithë jo vetëm unë. Si është Arnoldi para kamerave dhe si është pas, sa ka ndikuar fama jote? Para kamerave është në komplet një botë tjetër, është në lidhje me kamerat ose me realitetin. Edhe Arnoldi nuk është më siç ka qenë. Normale, jam angazhuar shumë ke viraliteti, ke rrjetet sociale, te filma, se unë kam bërë edhe një film këtë fundit, që do dalë tani korrik. Edhe janë edhe pak më i angazhuar me thënë drejtën, shumë i angazhuar. Cili ka qenë momenti që të ndryshoi jetën? Ka qenë momenti, kam thënë dhe në për raste tjera, kur unë erdha nga Gjermania edhe u ktheva në Shqipëri. Që lash Gjermaninë kurbetin, edhe pse isha me letra me gjitha, unë lash nuk shkoj më edhe thash po vendos të rinë në Shqipëri për gjithmonë. A është fama aq e bukur sa duket nga jashtë? Nuk është e bukur fare. Është një punë, është një lodhje, është një sakrificë. Nuk është kollaj. Ajo është edhe ajo gjëja që ne nxjerrim bukën e gojës, është shprehje e shqiptarëve. Por është një punë, me thënë drejtën. Nuk ka lidhje fare me atë famën që mendojnë njerëzit, ç'po bëhet, po bën qef, kështu jo, është punë nga angazhim, edhe normale do sakrificë. Cila është gjëja që njerëzit keq kuptojnë më shumë nga ti? Keq kuptojnë njerëzit normale, sepse kur ti futesh në botën e kësaj gjëje, VIP-ve, normale që do kesh shumë komente komplekse ose komente të mira dhe negative dhe pozitive. Edhe normalisht do të mësohesh, nuk duhet të bësh një profesionist i kësaj gjëje, që mos ta marrësh personalisht gjën ose kështu, e kupton? Edhe pastaj çdo gjë. Ti ke pas më shumë komente negative apo pozitive? Edhe cili ka qenë personi që të ka mbështetur më shumë? Unë kam pas gjithmonë komente pozitive. Në momentin që unë hura më përpurthen, filluan komente të ndryshonin. Sepse ishte televizioni që më nxorrin atë lloj mënyre. Atë lloj personazhi që kupton? Që dola. Po, bravo. Sa ka ndikuar komentet negative të ti? Ka ndikuar. Por nuk i marr përballë, sepse kam shumë njerëz që më njohin përballë, rëndësi ka familja, shoqëria që rrin ose që ke zgjedhur. Kjo është e rëndësishme. Cili është komenti i parë ose që të ka mërzitur me të vërtet shumë? Janë këto komentet e kësaj loje që bëra unë me vajzën tjetër në programe dhe e kanë marrë tjerë gjithë seriozisht që këtë gjë dhe janë. Në fakt që ishte vetëm lojë. Normale. A e ke përdorur ndonjëherë famën për një vajzë tjetër? Jo, se kam bërë. Ne thjesht kemi qenë personazhe dhe ne normale që një personazh do viralitet. Apo jo. Edhe njerëzit çfarë bëjmë për viralitet, sepse ai është i kërkon punë. Sa prej Arnoldit që shohim në Instagram dhe rrjetet sociale është real? Jam real, 80%. 20% janë ato që unë modifikoj aktrimin, këto se unë jam aktor dhe i përshtatem. Çfarë të karakterizon ty? Si për shembull? Si Arnold. Që ta kuptojnë njerëzit sa real je në jetën e vërtet dhe në Instagram. Dëgjoj, kam shumë herë që unë tregoj shumë herë pjesën time personale të jetës, gjërat që bëj, jo e keni vënë, më pëlqen natyra, më pëlqen kafshët, më pëlqen domethënë bota e natyrës, më pëlqen më shumë. A ke humbur ndonjëherë njerëz gjatë suksesit? Kam humbur. Me thënë drejtën, s'kam pas kurrë shoqe. Unë kam pas lidhje, po, normalisht lidhjet kështu janë. Herën e parë do dashurohesh, pastaj do shkelmohesh nga dashuria, pastaj do vazhdosh lidhje normale, pastaj dashuria humbet. Kurse dashuria është normal që është interes. Pse mendon se dashuria është interes? Po sepse kam nxjerrë konkluzionin. Dashurinë e kam përjetuar kur isha shumë i vogël. Edhe normalisht edhe është një interes bashkimi midis dy palëve. Je i dashuruar momentalisht? Jo.
Jo. Vështirë është të dashuron, nuk e di pse. Po pse, Del? Ti vjen dhe nga një program... Po sepse nuk e di. Po pres të gjej atë personin e jetës, nuk e di, është e vështirë të gjesh atë që don ose atë që... Çfarë don ti? Dua diçka që më përshtatet, kupton? Që ka tipi tim, ka mentalitetin tim, ka çdo gjë që unë mendoj dhe ajo. Mos tjetë ajo tani një nivel tjetër që unë se kuptoj fare, e I bie me net kota, kupton? Me dash tratin kot, domethënë. Si e kupton që një njeri të afrohet vetëm... Po. Si e dallon një person që të afrohet vetëm për famën që ti ke? Me vërtet thënë drejtën kam pas shumë që më janë ofruar për famën që kam. Edhe unë ua kam lejuar, se kam pas problem, se nuk jam një tip që kam inat, kupton? Kam inat për shembull të kem dhe los prit pse po jap famë, prit se po ngrihet, nuk e kam problem fare. Kështu që kushdo që të vije të kërkoj famë, ja japim, s'është problem. E bukur, je mbështetës, do të thotë, je natyrë mbështetëse. Por e kisha edhe në aspektin e vajzave. Po, dhe vajzat. Ja, ta si mbështet thotë. Nuk I mbështet dot pse? Ato që duan kështu, gjëra intime për shkakun, kam shumë mesazhe me gjëra intime, jo kështu, më çon ato badin, e kupton, ose jo ku je, jo të bëj, jo hajde kështu, jo sa ke, e kupton, e normale që Si sa ke, për çfarë? Mesazhet e femrave që Jo sa e ke, çfarë? Çfarë ti e dini çfarë? Sa e ke portofolin? Bravo. Nice. Sa e ke portofolin? Mund të jetë portofoli mbi 500 euro. Nga reklamat? Jo. Sa fiton ti? Edhe nga kursimet që kam bërë në Gjermani. Kursen? Edhe nga reklamat. Kurse kam vazhduar të kursekoj të fundit. Nuk del më. Shumë vështirë. Edhe kur dal, duhet të bëjmë një pazar para se dal. Kuptoj, bukur. Më thuaj. A je tip xheloz apo je natyrë? Jo, jam tip që të lën liri. Mendoj që ajo është Chelsea, sekreti. Një marrëdhënie të suksesshme. Po. Xheloz nuk je fare? Fare. Si je fare xheloz? Po nëse s'ka xhelozi, mendoj se s'ka dashuri. Kur ka xhelozi, s'ka pikuri. E bukur kjo. Një këshill e vlefshme. Faleminderit. Domethënë ne që jemi xheloz, ta heqim xhelozin. Po, do keni dhe u kohë sa të rriteni. Jemi të vegjël. Cila është periudha më e vështirë që ke kaluar dhe publiku nuk e di? Periudha ishte kur unë kisha një moment në Gjermani që rash në depresion shumë thellë. Edhe e kalova. Sepse ishte familja, ishte vendim që më shëroi depresionin. Si e kalova? Me njerëzit të afër? Po, normal me familjen, mamin, motrën, vllajin, babin. Ndihesh I përmbushur këtë pikë që jemi dhe që po flasim? Akoma jo. Çfarë është ajo gjë që të përmbush ty? Nuk e di. Unë nuk jetoj për të jetuar ose për të hëngër, për nëse. Unë jetoj për diçka tjetër, diçka shumë të madhe. Një maj që nuk arrihet. Për shembull që unë kur të vdes nga ky vend, të lë një emër, që edhe kur të vdes unë prapë emri të ngilet. Me që po flisim për depresionin, besoj është një term që është shumë aktuale dhe të gjithë pothuajse të gjithë po e... Ka shumë, jo po përveç shumë shqiptar që rrinë për emigrant, në Angli, sidomos në Angli, në Gjermani, në Francë, edhe në Italinë e Veriut, ka shumë depresione shqiptarët. Se është ajo që nuk janë ke shtëpia vet, nuk janë ke familja, punë ditë e natë edhe normal njeriu bim depresion edhe ka shumë shqiptar në përbot që në për emigrim që janë në depresion. Edhe I falenderoj shumë thon drejtën. Se di se si është ajo vutja e tjeshme. Po kjo marrëdhënia që krijove në përputhjen, sa ndikoi te ti? Dëgjoj, ndikoi shumë sepse unë faktikisht bëra gabim se duhet kisha vepruar ashtu. Po ishin rrethana detyrime që na detyronin edhe nuk kemi ç'a bënim. Po nëse gjithsesi që për çdo gjë që ka ndodhur aty nuk janë të vërteta gjërat që thonë. Unë për shembull ç'a kam thënë e kam bërë. Domethënë mbështetjet në lidhje me mbështetjet, në lidhje me çdo gjë, po ama njerëzit nuk dinë të vërtetën. Se ç'është, si është e vërteta. E vërteta është ndryshe komplet, po nuk jam person që flas ose dua të lëndoj njerëz. Ky jam unë. A është e vërtetë që së shpejti do të bësh baba? Është e vërtetë. Si ndihesh? Unë ndihem shumë mirë. E kam mbështetur bebin dhe mbështes edhe me zor po pres. Pra me zonjën normale kam një lidhje që shoqërore, jo më shumë.
Keni rënë dakord të dyja palët që kjo Unë marrëdhënie kam të rënë vazhdojë shumë? dakord, po ana tjetër është e dashuruar dhe nuk mund të dalë dot nga dashuria, po unë s'kam ndjenja, kështu që është një gjë që Ndihesh keq për këtë fakt? kesh nuk ndjen fare, sepse ajo është një gjë që ndodhi. Një gjë që ndodh. S'të ndalojnë dot njëri. Ka ndodhur, është ka qenë e shkruajtme. Është normale që do i përballojmë, është shumë e Po ti thjeshtë. në një farë Edhe që mënyrë njerëzit pa lëndon. mos ta keq kuptojnë dhe të kuptojnë pak marrëdhëniet e ndara, sepse normale ka dhe domethënë prindër që janë 50 vjeç, kanë 50 gati 30 vite martesë, me 3-4 fëmijë prap kanë ndarë, normal, do jetojnë secili në botën e vet ose në shtëpinë e vet, normale. Apo s'është shumë. Sot jemi në një epokë që ne jemi të lirë të bëjmë çfarë duam. Ishte iniciativa e të dyve për ta mbajtur bebin? Se kuptova këtë. Ishte dëshira e të dyve që Jo, ishte më fal për shprehjen një aksident i vogël. Edhe ndodhi, okay. Po në momentin që ju të dy nuk e keni këtë dashurinë, domethënë dashuria është vetëm një anshme. Dëshira e kujt ishte për ta mbajtur bebin dhe të vinë në jetë? Dëshira ishte e anës tjetër, palës tjetër. E ka thënë dhe në përmedje që unë kam dashur të bëj një ashtu, e normale që Sa e mbështet ti? kë, Maman e bebit. në mbështes, sepse është bebi. Pra asaj po mbështes. Edhe po e bëj. Si mendon bebi kujt do t'i ngjaj? Mendoj se mua, nuk gjaja. Pse ty? Sepse gjithmonë fëmia parë ngjan nga babai. Au. Le të shpresojmë. Edhe ardh me jetën e gjatë. Faleminderit. Ku e sheh veten pas disa vitesh? Sa vite për shkak? Pas 10 vitesh. 10 vite janë shumë. Pas 5 vitesh. Një 5 baba të vitesh. suksesshëm. Mendoj që për 5 vite mund të jemi një karrierë shumë të madhe. Dhe më thënë se sepse jam në hapin në rrugën e saj gjëje. Ka mundësi të marr pjesë në Big Brother këtë vit. Oh, super. Po, ka mundësi. Sepse Mendon se do ta kemi përballash? shumë normale, sepse kemi shumë për të dhënë, shumë për të treguar. Edhe unë pres ti tregoj atje ku duhet. Cila është ajo gjë që ti nuk e ke treguar? Ka shumë gjëra. Si Janë për shembull? momente dramatike, momente që kanë qenë momente të vështira ose po ka shumë, normale. Kam shumë për të treguar, shumë. Mendon se mund ta fitosh, do futesh me synimin për të fituar apo për të njohur veten, siç e bëjnë Unë shumica? po fut aty finale shkoj 100% mirë. E se e njoh veten time. E njoh shumë mirë. Kur futem diçka e arrit deri në fund. Kur shikoj që ka stabilitet si emision ose si A të ka lodhur ndonjëherë fama? shumë. Kam menduar ndonjëherë të mbyll rrjetet sociale dhe të fshi komplet atë. Por prapë se kam bërë. Tha jo, është gjithë këto vite ndërtime, gjithë kjo punë është budallik ta hedhësh dëm për një budallik ose diçka gjëra që ndodhin, sepse këtë në fund kjo është jeta. 80% e njerëzve në botë kështu e jetojnë jetën, si puna ime. Nëse do kesh një lidhje të re dashurore, Po. do ta bësh publike apo do ta mbash private? Po mund ta bëj private. Mund. Sepse unë dua një person që më përshtatet, e kupton, normale. Duhet. Po si është kjo vajza ideale për ty? Vajza ideale është se është ajo shpreha. Vajza ideale të jetë e mençur, e zgjuar, të jetë e shkathtët, ditë flase, ditë respektoje, domethënë ditë edhe të dashuroje normal, edhe pse s'ekziston dashuria. Ditë të jetë sinqeriteti është ajo gjëja që unë mund të jetë dhe kuror në kokë. Me gjë më e bukur. Dashuria nuk ekziston, po thua. Nuk ekziston. Po sinqeriteti. Po dashuria krijohet kur vazhdohet dy palë vazhdojnë e bën shumë me njëri tjetrin. Atëherë lind si një dashuri. Kur plotësohen gjitha këto. Nëse ish partnerit po ndjekin tani, çfarë mendon se mund të thonë për ty? Çfarë mendojnë ato? Për çfarë? Se mund të thonë për ty? Asnjë gjë. Mund të thonë që ju ja, që ka budalla fare këtë. Ua, budalla. Po kështu mendojnë disa njerëz për shkak. Ke pasur ndonjëherë marrëdhënie që është shkëputur me respekt? Po. Në përgjithësi gjitha kështu janë shkëputur.
Po të ke fundi nuk e di pse. Se ka zgjedhur ajo të jetë kaq e dhunshme. E dhunshme si? Në në komunikim në çdo gjë. Ke komunikim? Tani unë mendoj që ta mbyllim me kaq lidhje me atë, si mendon ti? Po ke komunikim se thash e dhunshme. Komunikim nuk kam, sepse nuk don. Plus që më ka bërë më ka çu dhe në gjyq. Imagjino, ka shokë gjyqe ka bërë kot pa lidhje. Që ti mos shkel brenda 30 metrash të shtëpisë time, pa lidhje. E ka bërë nuk e di pse është kaq e fiksuar dhe kaq e dëshuar që çfarë nuk bën. Çfarë s'po bën. Nuk di çfarë të bëj më. Zoti dashur, Arnold. Faleminderit. Cili është sekreti që publiku ende nuk e di për Arnoldin? Sekreti. Çfarë? Sekrete. Çdo njeri ka sekrete normale. Çdo njeri. Por sekreti im i madh fare mund të jetë një super sekret që ti do ngelesh me gojë hapur. Na e thuaj pra. Ja, është kam vështirë ta them. Aktualisht je në një njohje, po frekuentosh me dikë, si ndihesh? Edhe jam. Edhe je? Po. Si ndihesh? Nuk e di, janë fillimet. Mendon se do ta dashurohesh? E keni ato telepatin? Nuk e di edhe asnjëherë. Më ndodhe, edhe më ndodhe. Si mendon se do ta presi partnerja jote e ardhshme fëmin? Normalisht që një partneri ime ardhshme duhet ta pranoje. Sepse dua unë. Ose nuk don, vazhdo. Po nëse partnerja do kishte një fëmijë ashtu siç do e kesh ti, do e pranoje? Po. S'kam problem fare. Do të thënë e bëj, është normale. Se mund të futet në gjakun tënd kur ti rri 24 orë me ato. Bëhesh një. Me që je një njohje. Pra, do më nxjerr me zoti këtë Ta dashi. nxjerr me grev. Hajde, ta shikojmë. Ke menduar për ndonjë dasëm? Dasëm, po për njojat kanë kohë. Duhen 2-3 vjet që të njohësh një person. Pse 2-3 vjet mjafton të njohësh një person? Po normale, s'mund të Po shkosh mendoj ti se personin një feshë të bësh dasëm e jetën. pastaj ta shohësh atë ke komshia. Kuptoni? Me që jemi tek partnerja që je në njohje sipër. Është pjesë e ekranit, ka qenë ndonjë konkurrente e përputhën? Është pjesë e ekranit. Është? Po. Edhe shumë e famshme. Po, është sekret, nuk duhet treguohet sepse është dakord mbi dy palët. Paleça fame do bën ju të dy kur të shpalleni. Si mendon se do e presi njerëzit? Të manifestojmë një çik tani. Do kemi dhe negativitet, po do kemi dhe pozitivitet. Me që jemi të përputhen. Cila është vajza që ke pas më shumë konsiderat në përputhen? Po, mbas asaj je pozut përmendem më mirë. Pa hëmër kam pasur. Mbas kësaj që kam pas tani për shembull, mbas asaj ka qenë Stelina, kam pasur shumë një marrëdhënie shoqërore shumë mirë. Marciela, me tjetrën ka qenë kush mund të jetë tjetër? Po nga djemt. Aty 4 goca, sa shumë. Nga djemt. Nga djemt kam pas shumë lidhje shoqërore shumë ngushtë me Kremin, me Ibrahimin për shembull. Tjetër kam pasur. Mu faktikisht më simpatizonin gjithë ato mu. Kishin një simpatizi për mu. Do të thonë kishin dhe xhelozi normal. Po normale se konkurrent? Po s'kam xhelozi. Ishte e madhe konkurrenca? Është shumë e madhe, sepse është një barr, është një presion aq i madh që nuk është e vështirë të bësh përputhjen. Përputhja është shumë e vështirë. Është gjë më e vështirë që mund të bëjë një person. Të përputhat? Po. Bëj atë lloj emisioni. Është shumë e vështirë, shumë stresuese, shumë e pabesë. Kush ka qenë vajza e parë që ke pas pëlqim dhe a ka ndonjë vajzë që të ka ngel kështu si peng, që s'ke zhvilluar diçka më shumë? Po, kanë qenë vajzat. Me Stelinën për shembull kam pas fillim pëlqim, por nuk më lente karakteri që t'ia shpreha. Stelina ka qenë deklaruar për Kejsin. Po zoja unë, nuk e të bëja, ta bëja. Nuk ma marr dot vajzat tjerësh ose shokëve.
Apo bëhemi tash Po ti këndon serenata? Këndoj serenata. Edhe mund ta bëj. Qofse e ndjej atë gjën. Na këndoj një Të këndoj. Bulevardi Korçës. Ka vajza pa masë, dalin e shëtisin, pa lejen e mamasë. Pse e kape me Korçën? Po se me Korça ka qenë dashuri me parë. Oh. Si qytet. Edhe kam jetuar në Korçën. Kam jetuar gati 6 muaj. Po vajzën si e pëlqen nga veriu apo nga jugu? Unë më shumë me jugorët kam pas eksperienca. Janë më të ëmbla. Nga që janë vetë verior edhe. Në tërheq më shumë to. Nuk e di pse. Korça, Fieri, Lushnja, Pogradeci, nga Vlora. Çfarë kanë ndryshe nga veriorët këto vajzat e jugut që tërheqin më shumë? Po sepse kanë kulturë tjetër. Po, kanë një kulturë ndryshe nga neve. Çfarë kulture kanë ndryshe? Po janë dikë geg tosk. Toskët kanë kulturë tjetër, kurse gegët kanë kulturë komplet tjetër. Sepse janë dy fise shqiptare që kanë dialekte të ndryshme. Po nga veriu mendoj se do të përputhet më shumë. Po dua ta provoj një nga veriu. Sidomos nga zona ime, nga Dibra. Ti ju bëjmë thirrje gjithë Dibranëve. Po, jam në kërkim të një Dibrane. Shpresoj ta gjesh sa më shpejt. Dibranet janë të mira, e kanë gjakun e ëmbël. Normale. Përpos kësaj janë dhe shumë zgjuara se ti e vlerësoje një femër nga Të zgjuara zgjuarësia. Janë dhe kunjagjie. A të pëlqejnë kunjat? Kunjat e femrave. Sidomos Dibrane. Dibranet janë shumë kunjagjie. Po janë të sinqerta të pakën. Dhe kunjagjie dhe të sinqerta Po përputhen? normale, sinqeriteti nga kunja nga sinqeriteti dalin. Tani do të bëjmë një lojë. Okej. Unë do të them alfabetin. Okej. Edhe kur të më thuash ti ndalo do të nxjerr unë shkronjën e parë dhe ti do të thuash një personazh që ka lidhje me jetën tënde. Ose ke simpati ose Simpati. S'mund të kem simpati për një. Ose- Edhe po të kem nuk do të thuan. jo tani do ta thuash. Mund të them një marrëdhënie shoqërore, okej. Okej, super. A, Stop. D, D. Dasina. çfarë kemi Dasinën? Dasina ka qenë konkurrente që erdhi në përputhjen për mua. Po ne kishim njohje edhe për jashtë me Dasinën. Do të kishim gati 2-3 muaj njohje. Oh. Edhe mbaj më që më kishte shkruajtur mua Arnold të vim përputhen. Hajde, i thashun. Edhe erdhi. Ja, kjo është. Edhe pse nuk zhvillua diçka në përputhje me Dasinën? Po Kishit sepse isha ai personi i besës që kur jap dikujt llafin nuk mund të shkoj ke tjetra, kupton? Se s'doja ta leja mbalt. Prap nuk vlerësohen, janë vlerësime këto. Gjëra që kam bërë se s'besoj se bëj djalë tjetër. Sakrificë e madhe është të rish me një person. Me një person çfarë? Do të thonë ti je i besës si. A, Okej. Stop. K, K. K. Një emër do të them. Nuk do të them asnjë gjë tjetër. Claudia. A, Stop. M, N. M. M. Marcela. Marcela është prap një shoqëri me shumë ngushtë që njiheshin para 5 viteve. Aha. Edhe kemi pas një debat vogël në fillim, po na jemi shokë miq, shumë të afër. Jeni shok të mirë. Arnold, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi Edhe për mua. dhe shpresojmë të të shkojmë prap Patjetër. pas Big Unë do të marr Brother. prap telefon ty nesër, pim kafe bashkë. Pim Po kafe. normale. Edhe gjërat bukura na presin. Patjetër. Falenderoj shumë. Faleminderit për ftesën, për këtë studio kaq të bukur. Ndjehem si Miami. Ndaj kompliment tjetër? Kompliment tjetër mund të jetë një i fundit për mbyllje, që ju dua gjithëve si staf. Shumë faleminderit. Edhe ty, normalisht. Kam kënaqësinë t'ju prezantoj të ftuarin e radhës. I ftuari i radhës është një këngëtar popullor i cili vjen nga krahina e Dibrës. Ai do të na ndryshojë komplet atmosferën e studios. Fatmir, të falenderoj që pranove të jesh pjesë e emisionit Vibe dhe kam të vërtet kënaqësinë. Faleminderit me si ime, faleminderit për ftesën. T'ju uroj sukses inshallah, sa më lart.
edhe pse jemi në prej Dibrës ashtu, ndeshim se të mirë. Mirë, faleminderit. Dua të di se si lindi pasioni yt për muzikën popullore. Unë kam me trashëgimni, le të them drejtë, nuk është se asnjë gjë nuk vjen kështu. Nga hiçi. Ja, është me trashëgimni, unë babin e kam pas instrumentist. Edhe nga ai e kam mësuar realisht çiftelin, si fillim. Pastaj mas disa vitesh duke më inspiruar dhe njerëzit, duke më thënë se duhet të këndosh, ja nisëm edhe me këndu. The duke më thënë dhe njerëzit, kush ishte personi i parë që të dha kurajo për t'ju futur kësaj rrugë artistike? Atë ande nga vim ne si zonë e shquar e muzikës është Zaldarda. Dhe ca njerëz atje do të thonë se unë kam pas motën martuar atje është më inspiruar më shumë se ka qenë njerëz më çefli ata, më dashur për muzikën dhe më thonin gjithkohës që duhet ta provosh herë edhe pse jo këndosh dhe trush edhe traditën tonë. E mban mend se cila ka qenë kënga jote e parë që e ke kënduar para publikut dhe si të priti, para dasmorëve? Na trego pak historinë. Jo, kjo ka qenë një këngë realisht ne ishte krijuar një grup Qidhna dhe Kastriotët, ande nga avion. Fshati nga avion është Qidhën. Edhe na quan diku me një koncert në Dibër të Madhe, mos gaboj, Maqedoni. Performanca ishte një këngë që do këndonim na për, nëse të kujtohet, nuk e di nëse kena informacion, ka qenë lumi i Radikës do devijoja së kohë. Dhe shqiptarët po bënin një protest që mos ta devijonin lumin, që të vazhdonte rrjedhjen gjenjë të lirë. Dhe ne kemi pas një këngë për Radikën. Aso kohë që u bë një polemik shumë e madhe ajo pjesë, pse u këndu, patëm debate shumë të forta aso kohë, sepse se ne shkuam dhe ngacmuam ata. Bile më sa më kujtohet ka qenë dhe refreni: Gurë për mbi gur, ujnë si florini, se qushton Radika, ho, si që në don bili. Ja dedikonim doan Radikës. Kjo ka qenë nga e parë që kemi dalë në publik. Si e pritën? Kishën mbështetës? Është prit shumë mirë. Realisht, ai ka qenë emocion që edhe sot po thoshem dridhet zëri kur e kujtoj se ne ishim fillestar, kishte një 50 herë që kisha kënuar të këngë dhe prapë vazhdoja që ta harroja nga emocionet, sa që një vajzë tha mund të rish këmbë mbi këmbë dhe futa të fletin këtu, tha lexoja, tha se ke melon nam kur dalsh jashtë. Edhe kështu. Unë fakt doja të di se sa e vështirë sot të mbijetoj muzika popullore mes trendeve moderne. Realisht është bërë shumë e vështirë. Ne shohim brezin e ri që janë shumë të apasionuar, sado themi ne për shembull jemi malësorë ose vim nga malësia, prap se prap pjesa e trendit të ri me tonën ka shumë, këto e reja të bën vetëm me kërcy. Kurse këngët tona transmetojnë histori, transmetojnë një tradit, transmetojnë shumë gjëra që ne, për shembull, brezi i ri nuk do t'ja di fare nga ka ardhur ose janë shprëngul herët edhe kanë harru, për shembull edhe ka shumë njerëz që kanë lind këtu, janë rrit këtu, po ta pyes që thotë jam Tiranës, nuk e di ai për shembull se është nga Dibra ose është nga Kukës ose nga çdo vend. Po është shumë e vështirë. Do kisha dashur shumë që brezveri ta shterojë realisht, por është shumë e vështirë. Domethënë ti po mendon si të rinjt po largohen nga flor. Shumë sepse po ngatrojnë shumë gjëra këto të rit. Edhe tek pjesa sepse çdo vend, çdo zonë, po flasim për një malsin. Duke nisë nga Tropoja, nga Dibra, nga Kuksi, nga Hasi, çdo zonë ka veshjen e vet. Ka historinë e vet në përkang. Dhe do të ruhet ashtu siç është. Tash po shkosh në dasëm, besoj që të ka rënë dhe ty. Po. Se jemi dhe patriot. Tash na kur kemi shkën Dibër, për shembull në Dibër kemi një veshje tole, që ka një kësul të rafësht. Ka të gjemadan me ca vija që i kanë pas, po të shi i kanë gatru, veshjen ato me shqipojnë, me shqipojnë është atje, kjo kësula me majt takon një krajinë tjetër, kështu që i kanë gatru, shumë i kanë gatru, realisht shumë i kanë gatru, dhe kjo nuk është mirë, por tash, kjo ndodh nga që vinë të përmallum nga jashtë, ku vinë të përmallumit edhe veç shkon të ajo që ka qenë disur, se plaka, skemi mo me i bota monzit zonës, dhe veç i veshje del i ndasë baj, nuk është se... Me që jemi të dasmat, cila krahin është më e përfshirë, që kërcen, që është më allegra? Shko, nuk dua që ta lavdroj Dibrën, por realisht Dibra është ndër të parat, për allegri dhe për kërcim, po flasim. Janë të vetmit që shkonin vendin. E djegim. Edhe këngët i kemi më të fortë atë, krahina.
kur kënohet, nuk ka dasim që mos kënohet Herdi Pasha, nuk ka dasim që mos kënohet Rete Zeza, nuk ka dasim që mos të bëhet një alegri. Ne e kemi atë pjesë e kemi në Tibrante e çaj. Edhe është shumë e bukur, është shumë emocion kur dëgjon këto këngë patriotike. Ajo është emocioni më i madh kur ne jemi me një sofër dhe na afrohen gjithë e këndojnë gjithë me ne. Ajo është emocion. Se përsa i përket lekut normalat, çka ke bërë ti do ta marrësh, nuk është ta merr kush. Që jemi te leku. Sa fiton? Jo dasëm. Realisht ka lloj shumash. Te bakshishet ka lloj shumash. Mund ketë, ka pas bakshishe që jemi afro 10 që. Ku ka qenë? Dasma, Dibër, në Kukës, por të lekut janë kuksion të realisht. Shumë. Që edhe tre po patjetër. Kuksion të janë njerëz që e duan muzikën. Të gjithë mendoj se të gjithë këto të veriut e duan muzikën. Edhe sidomos kur këndohen këto këngët patriotike dalin fare nga vetja. Kjo prap ka nga do që të shkosh pjesa e Kukësit dhe e Hasit e duan më shumë se ne muzikën. Doja të dija, ka ndodhur ndonjëherë ndonjë rast emocionues në një dasëm apo koncert? Patjetër, ka pas shumë raste. Unë me tregu ka shumë, po unë me tregu një, për shembull që në një ditëlindje që ishim, nuk po themi, nuk ishte dasëm, ishte ditëlindje. Edhe ishin 2 salla ngjit. Të njëra sallë po bënim ditëlindje natë, tek salla tjetër, pas ka qenë dikush me një fëmijë që po bënte ditëlindjen, edhe gjatë kohës që ne po performonim, vjen ai fëmia te ne. Edhe vazhdo të bë foto me qifteli, në disi me të qeshme to e pyet se unë i du shumë fëmit. Afro të kam dhënë ditëlindjen, të ma bësh një këngë. Nga krau tjetër del dikush prindri, babi ose dikush ishte ai dhe e merr treheqe, thashun pse po treheq lehtë, nuk është. Po tha, ne na kemi ditëlindjen, po ja dishin vunë vështirësi se tash edhe mundësi ekonomike vora se ç'më qen. Edhe morëm, i them ti kolegu, thash, u bë duhet t'i marrim shaki qifteli, dalim nga krau tjetër, me aknuni këngën e këtij sa është. Po ç'a pritin e kanë bërë ato njerëz, a di nuk ka vlerë fare leku kur njerëzit duan të respektojnë për atë që ti bën. Si u ndjeva? Por zotin nuk ja ke ide, është emocion jashtëzakonisht i fortë. Sepse ai është një fëmijë që ne ndoshta nuk e kemi pas mundësinë për të ne realizuar këtë dëshirat, ama sot kur është mundësia pse mos e realizoj. Unë duhet të di si arrini ta balanconi jetën private me atë artistike, duke qenë se është dhe sezon dasmash tani. Te kjo pjesë realisht është pak tek jeta artistike, njerëzit mund ta quajnë shumë kështu, po për mua shumë e lehtë. Se në jetën artistike ti tregon një moment me një dasëm, tregon për shembull një moment me një mbrëmje muzikore, ndërsa te jeta private është ajo që ne jemi vërtet. Aty duhet ta tregojmë veten se kush jemi në vërtet dhe sa taftë jemi nga ajo që na shohin njerëzit në ekran dhe nga ajo që jemi në jashtë. Si është një lidhjen e emigrantëve me muzikën popullore shqiptare? Emigrantët janë ato që e mbajnë realisht muzikën, akoma në kam për arsye se kur vinë ato, dashe pa dashe ne duhet, edhe kur shkojmë atje realisht, kur kemi shku, por edhe këtu, ato janë çështje mbi tort e çdo mbrëmje që bëhet. Kur vinë emigrantët, ato japin më shumë zjarr sepse janë të përmallum. Çfarë do lloj këngë që të këndosh me ato e dashurojnë dhe e respektojnë atë këngë ashtu siç është. A mendoni se muzika popullore ruan identitetin kombëtar? Kjo ishte e pjesa që fol edhe më parë. Qefe kam ta ruajnë edhe këto tonë që vinë pas fëmijët ose të rit ose po janë të ngatruar gjërat shumë. Saqë edhe këngët janë të ngatruar. A dy vlen të flas ose të përfitojnë nga rasti them që shumë këngë kanë ngatruar. Sepse ne ndihmë për shembull se jemi një karhinë e bashkë dhe i dim pak a shumë sa këngë janë shumë këngë që janë deviju. Kanë kalu për shembull se fshati jot, Fjalabi ose imi, përshkruan komplet historinë e vet e përshkruan me një këngë. Muzikë. Po edhe nuk duhet devijohet ajo. Ti duhet ta kënosh ashtu siç është. Sepse filan fis kanë dalë kanë luftuar me Serbin, ose ne që i rrim karrikë. Se sa kanë luftuar gjyshrit tonë për të ardhur këtu, ato e dim, për shembull, ne se kemi, inshallah nuk e përjetojmë luftën, po Fjalabi duhet të kënohet ashtu siç është. Kush e ka fajin që i ngatroni miksota? Kë fajin e ka sepse kjo është këtu biznes. Pjesa muzikës është këtu biznes. Për shembull, ne dëgjojmë të masakrosh një këngë siç është Rete Zeza, se titullin e ka na knojnë pushën e përkulla, ta kthesh, ti heqesh vargje se pse është përmend Skënderbeu
ose ti heqësh vargje se pse është thënë gjaku i Skënderbeut, për shembull që kanë bërë këto që këndojnë, edhe unë e dua fen, e dua Zotin normal si gjithë këtë, po ti s'ke punë me këngë që është i përket një karriere, ti je hoq, fjala bie mund bësh ilahi, është profesion tjetër ajo. S'ke pse hyn këtej. Dhe janë shumë, i kanë ndruar shumë realisht. Është për të ardhur keq se si është katandis. Unë dua të di se cili ka qenë momenti më i vështirë në karrierën tuaj. Momenti më i vështirë ka qenë kur në 2022 mua më vdiq babi, edhe për fat ishte 10 orë. Ishte një periudhë që unë kisha, në fund viti dhe kishte goxha punë atë vit, sa që unë më duhej me patjetër që të filloja punën, edhe pse ai ndroi jetë dhe nuk dija si ta menaxhoja, se tash dikujt i kishte marrë dhe ka parë, dikush tash ai punë ishte në normal se me atë jetojmë, por falenderoj miq që dashamirës që më dhanë kurajo për të vazhduar sërish sepse jeta vazhdon. Si u përballe në dasmën e parë? Ndjeja shumë keq realisht, më duke i vetja shumë i ulur, më duke sikur këtë dynjoja ishte të bë mua kur unë filloja e performoja këngët. Në këtë pikë ku keni qenë, kur ju vdiq babai, menduat të hiqit dorë nga muzika? Pjesën me heq dorë kam menuar shumë herë realisht. Edhe për jashtë vdekjes babait, po edhe shumë raste tjera. Për mua, nuk e di, se tash leku është diçka që s'mund të ushë se du, sa është gjithë për atë punojmë ne, por për mua 3 gjëra janë thelbësore në jetë. E para, të ketë robi shëndetin, sepse po patë shëndetin i bën gjitha, arrin t'i kapi shketa. E dyta, ne kanë pas përdorur një shprehje, ta kthejmë kështu në dialekto, pafsha për tërma, po në maje mos hip shtote. Kështu që nuk du t'i vinë maje, do të rritë diku pashku në maje, se po hipin maje do kthehesh për poshtë sërish, po. Ajo është te pjesa ego, se me në madhësi, se legu që bën robi, edhe të kesh, si thënë as më ti muhabetit, të kesh me hëngër me pi dhe të kesh gjërat në veti. Mos të kalosh shumë lart. Për cilën arritje ndjeni më krenar? Arritja më e madhe që do të kisha pas dëshirë, realisht do ishte nëse baba im do ishte gjallë dhe do kishte pa mua ku kam arritur sot. Po të shijaj s'është realisht prapë i them vetes faleminderit sepse jam i vetmi ose vetëm që kam marrë deri këtu ku jam, pa ndihmën askujt. Edhe e ketë merituar. Besoj që me ashta na do publiku, besoj që e kemi merituar. Edhe publiku do ta shikojë se çfarë këngëtari je ti me performancën. Realisht na duan edhe na kanë respektuar shumë. Keni haruar ndonjëherë tekstin gjatë performancës? Pa fund. Sa që me një rast deshim të kënojmë një këngë t'Jaku Ferrit, po silleshim e mbështilleshim te melodia se nuk po na binte në mend teksti se kam janis. Plus që edhe kur kemi gluaj kemi harruar me qindra herë. Por e kalojmë me qeshme, me i fusim në batutë. Na kalon. Sa është diçka live, nuk është se çfarë ëndre artistike të ka ngelur pa realizuar deri tani? Realisht ne kemi për motion që kam dhe për punën që kemi bërë, jam i kënaqur me veten edhe me dashamirësit që na duan, që i falenderoj për zemërsisht gjithë. Ëndra ime është vetëm të arrij me një ditë kur të shkosh në një dasëm dhe ketë publiku të kënoj këngën tënde. Ajo është ëndër. Se lekun e merr, thash lekun dhe a bësh një pazar, atë pazar nuk ta nalokush. Por ëndër është kur ti shkon në dasëm dhe kënojnë krejt me ty dhe din këngën tënde që ke ti. Ajo është ëndër. Për një këngëtar, flas për veti, nuk e di se sa e du njerëz të tjerë, po vetja ime këtë du. Edhe për mbyllje të bisedës, do doja një mesazh për të gjithë të rinjt që duan t'i futen muzikës popullore, të kenë një rrugtim në muzikën popullore, dhe si ta mbajnë këtë karrierë, edhe të jenë të suksesshëm. Unë shumicës do të thoja që nëse ka dikon në shtëpi që ka trashëgu, fjala bie gjyshi ose babai nëse i kalon i bie sa do pak qiftelis ose këndon popullore, ose do të thoja që gjithë ta ndjekin, sepse në ditët e sotit zotrosh një qifteli, do të thotë se ti zotron një instrument që jo shumë njerëz i bien. Është diçka e rrallë që është çdo ditë në zhdukje. Nëse ti e zotron, do të thotë që je njëri i veçantë dhe do të punosh shumë për ta.
Dhe gjithë do i thoja që ndjekeni sepse është diçka e bukur, realisht është shumë e bukur. Sado hip hop të kënojsh ti dalsh atje, jam unë, bëj unë, kthej unë. Kur del ke pjesë e çiftelisë është diçka ndryshe. Na për shembull është po të shohësh dasma është gjatë gjithë kohës është me muzikë treja. Valle, thash sa po të hym në ndryshon atmosfera direkt. Veshën këtë popullore, ka lezet dhe vetë. Po ti që je këngëtar i popullore, dëgjon ndonjëherë muzikë hip hop? Po, patjetër. Të pëlqen? Po, normal. Edhe ne kemi ato shihet tona, po nuk po them që dalin prej, domethënë edhe ne se tash vetë koha po na bën që ti sjellim këngët, ti modifikojmë pak, por jo për të bërë hip hop, sa ti. Cili është artisti i zhanrit popullor që e vlerëson më shumë? Realisht janë shumë. Ja. Por ndër këto që e du si këngëtar, që e du jashtëzakonisht shumë është Pandora, që unë e kam qef shumë si këngëtare sepse ka një vokal fantastik. Pastaj janë është Duli, ka goxha këngëtarë që janë. Kurse si rap sot, unë pëlqej më shumë zonën e Kosovës, me thënë drejtën, se janë shumë më taftë se sa na. Sa? Se ato janë taftë, se për shembull momentin kur ulen në tavolinë, ato kanë përbërgjë me ta bëj qefin vetë ti thush emrin ti dhe ai ti sa i dis ato fjalët që ti je domethënë shkon atë qefin që njeriu e pritet. Të falenderoj shumë. Ishte kënaqësi. Faleminderit edhe për jush, faleminderit edhe për stafit tuaj edhe për te, inshallah vetëm suksese. Shumë faleminderit. Do zoti sa më lart. Po jo në maja. Pak më poshtë. Tani do doja një performancë. Me çfarë do e nisim? Tani se më një këngë nga ne Prika Vibna, më për i Dibre, mo. Mirë do ishte. Qa është, thonë. E cuca vesh fuston jeshile, dil në der mojt randofile. Cuca vesh fuston jeshile, dil në der mojt randofile. Dil në der të të shofa ma, qish po thue, qish po bon. Dil në der të të shofa ma, qish po thue, qish po bon. Hajde moj se jam vetë moj, hajde moj se jam vetë moj. Hajde moj se jam vetë moj, hajde moj se jam vetë moj. E cuca vesh fustan të verdh, dil në der të të shof njëherë. Sa ta shoh synin e zi, nuk e loh moj pa të marrë ty. Hajde moj se jam vetë moj, jo, hajde moj se jam vetë moj. Hajde moj se jam vetë moj, jo, hajde moj se jam vetë moj. Kjo ishte ajo na Dimës. Prapë me këngë Dibron do shkojmë ne. E kem qenë që të përshëndes një herë realisht. Hajre dinë pasha, o paj vjen ora di, i kësë valo ku janë këto malet e di. I bërës valo ku janë këto malet e di bërës. O valo ku janë këto malet e di, i bërës bojno ku veno, morën atë fushot gjori. I cësë bojno ku veno, morën atë fushot gjori cësë. O në fusho gjoricës, o mëre te o kalo, o ja hajre dim poshën e ka gjeto bela.
Oja hajre din pashën e ka gjeto belaja. O gjeto belaja pashën si e ka gje, e te molet e dibrës morë kanë lidhoni be. E se molet e dibrës morë kanë lidhoni be se. Oj lidhun beso mërë kanë lidhot e to, o ne turkun ndibër, o mos me ela. O ne turkun ndibër, o mos me elane. O hajre din pasha ku e ke lon ushtri, i ne molet e dibrës besa mi kanë ngri. I e molet e dibrës besa mi kanë ngri. O në molet e dibrës mërë kanë me të to, o ne jo ma pako mërë se 12.000 kanë me të një stikome e në vore os kanë hi. Tani unë doja të di se si do ishte me Çifteli Rama Jepi Dorëheqën, me që jemi dhe Do me na fund politik tash. në periudhë protesta. Oh, e di Roma, oh, more zotëni, jebë Dorëheqën o pora në Shqipëni. Jo se shqiptarët mërë i ke copëtue, ma mirë hikë se sa me thardhenue. Atere, edhe një përshëndetje du ta bërë për kretë, në realisht, jo veç për ne shqiptarët e për Dibronte, për këto të Malësis, po për kretë Shqipni ku do që ndodhen, du t'i përshëndes me një kongë si shqiptarë, si shqiptarët e Kosovës, si ku do që janë. U thret prizren jo mori Shkodër, u hajde të rrim se te kom motër, me redursin e Tiranën, se na kështu e gzojna nonën. Unë Traspeje dhe Gjakov, Drenic Lape dhe Rugov, vjen Deçani e Mitrovica, Kaçaniku e Kamenica, vjen Gjiloni e vjen Prishtina, Ferizaj edhe Glina, e kshu kalos bo shku do të rrina. Kur të vini o mos harroni, edhe krujen du t'aftoni, qoni lajmë në Gjirokastër, te pelene Mallakastër, hasmir ditë kuksin me thirë, thirë Korçën me rethin, Trasetovën e Gostivarin, Trasulqinin e Tivarin, Bujanovsi e vjen Presheva, Suhareka e Malisheva, e ton kolloku e Podujeva. Kom thirë plavë, kom thirë guci,
o te grude dhe malsi, kam thirr dibrën, orin strugën, merr malezhën edhe pukën, vjen qamëria e vjen Janina, lumt na të lumës bashku do të rrina, manastiri ka që fjal, gjithsesi unë kam me ardh, gjithsesi unë kam me ardh, se për korçmollim ka mor, por një besëm ka thonë e ki, do kur te ju do të vi. Kur te vini o dorë për dorë, mos harroni e shkoni në Vlorë, qomja Vlorës një porosi, ojmë flamurën leta mbajmë në gji, të gjithë vllazën edhe motra, janë këtu po ju thret votra, një kunor s'bashta që ndisim, oj flamurë pa ju të ngrisim, le dëgjoj sot bota mbar. Këshuris bashko, aje populli o shqiptajare. Të falenderoj shumë. Të falenderoj për këtë energji të mirë që na dhe dhe për këtë atmosferë super të këndshme. Do t'i përshëndesim edhe Jugurt apo ta mbyllim? Po edhe Jugun. Edhe Jugun se e bëm veri fare. Që muaj bellë hol, ja bon me sy, ja bon me dor. Tu ma në kuqe, muaj bellë hol, ja bon me sy, ja bon me dor. Ja bon me sy, ja bon me dor, ka dalë vajza në obor. Ja bon me sy, ja bon me dor, ka dalë vajza në obor. Kam shtëpin moj me dërasa, dil moj kaleshe se plasa. Kam shtëpin moj me dërasa, dil moj kaleshe se plasa. Dil moj dil ti në dritare, vajzë qa me lozonjare. Dil moj dil ti në dritare, vajzë qa me lozonjare. Në një portokalle moj të ndala unë ty, lullet e limonit moj të bilin në sy. Në një portokalle moj të ndala unë ty, lullet e limonit moj të bilin në sy. Ngrije kokën lartë moj se më do gjimali, vinte gusha jote moj aromë portokalli. Ngrije kokën lartë moj se më do gjimali, vinte gusha jote moj aromë portokalli. Shumë faleminderit. Faleminderit për ju. Në këtë pjesë të fundit kam kënaqësinë që në studio kam Entela Cenko. Entela Cenko është një degustuse verash e cila do të na flas pak për jetën e saj që nuk e ka pasur aq të mirë dhe se si arriti ta kalonte dhe të përballonte çdo vështirësi që jeta i ka sjellur. Por përpos kësaj ajo është debutuese e disa librave. Entela, mirë se erdhe dhe të falenderoj shumë që pranove të jesh pjesë e emisionit Vibe. Kam kënaqësinë që të kam në studio. Faleminderit të dashur, shumë faleminderit që jam dhe unë këtu sot, ju falenderoj. Në fakt doja të di se si lindi dashuria jote për verën.
Dashuria, që kur kam lindur me verë ndoshta. Më të qumshit kam pirë verë. Kështu thohet, domethënë në mitet e familjes. Dashurinë e kam që në fëmijëri, në fakt jam lidhur me familjen që në Vegjëlinë lidhja me verën, sepse familja ka një origjinë nga Juglindja, nga Kolonja dhe tradita jonë ka qenë si destilati rakia po dhe vera me breshtat tonë që kemi pasur në pjesën tonë të familjes. Në një profesion ku më parë kanë dominuar vetëm burrat, sa e vështirë ishte të ngrihesh emrin tënd? Shumë e vështirë. Në fakt maskilizmi këtu në Shqipëri është shumë dominues. Dhe deri më sot kam pasur shumë, si më thënë, bryla ose vështirësi për të ngritur shkallët e karrierës time, po ja kam dalë dhe kur jam sot në pjesën e një someliereje dhe një gjykatëse e verave të botës si shqiptare. A kishe paragjykime në fillim dhe si i përballove këto paragjykime? Shikoj, paragjykimet janë për çdo lloj fushë dhe për çdo lloj si më thënë, profesionalizmi që mund të ketë çdo kush në anën edhe të karrierës. Por unë kam përballuar shumë mirë, mirë. Nuk e kam problem fare gjykimet e njerëzve para gjykimet. Cili ishte momenti kur e kuptove që nuk ishe një pasionante e verës, por ishe një profesioniste? Në fakt, kur mbasi mbarova ekonomikun si pjesë të universitetit, duke qenë se më pëlqente shumë pjesa e ushqimit edhe e verës, kalova më tej në anën e menaxhimit të restoranteve të hoteleve. Dhe kështu që filloi pak që kjo botë të zhvilloheshe nga pasioni të kalonte në profesion. Çfarë të jep ky profesion përveç anës ekonomike? Nuk është këtu në Shqipëri, e dashur, nuk është se ky profesion të jep diçka. Nuk është se ne vlerësohemi në Shqipëri ashtu siç duhet. Megjithatë, të jep një satisfaksion të mrekullueshëm mes njerëzve që duan të kuptojnë botën e verës dhe ata që ata mësojnë dhe një histori në lidhur me këtë lëng të mrekullueshëm që quhet verë. Jam kurioze të di, a e njeh dhe a e kupton mirë publiku të gjithë ato që janë të interesuar punën tuaj? Po, pak kultura e botës së verës ka ndryshuar në këto vitet e fundit. Kemi një boom të pëlqyerit të pirit verë, dhe edhe nëse se nuk e kuptojnë, do ta kuptojnë më vonë. Janë kështu hapa basa hapash, se unë krijoj shumë evente, shumë degustime në lidhje me shumë njerëz të pasionantë dhe jo pasionantë të verës, por që kanë arritur të kenë edhe ata diturinë e duhur për të pirë verë dhe për ta shijuar. Ne në ekran të shohim gjithmonë të qeshur dhe unë ta thash dhe më parë që je shumë pozitive dhe shumë e mirë. Por doja të di se sa ndryshon Entela nga publiku, nga ekranet, me Entelën kur kthehet në shtëpi. Në fakt, unë po kaloj një periudhë shumë të vështirë të jetës. Shumë të vështirë. Ndoshta buzëqeshja nuk mund të më hiki sepse në sytë e saj nuk duhet më shohej me lot, për nënën time e kam fjalën. Nëna e kam një gjendje jo të mirë shëndetësore. Është në këto momente që jemi, ajo nuk flet, nuk hecën dhe sytë e saj flasin shumë. Dhe kjo është ndryshimi mes jetës së jashtme dhe jetës që unë jetoj brenda shtëpisë, familjes. A ke pasur momente kur je lodh nga kjo situatë, të ka peshuar shumë? Shiko, lodhja është në çdo moment, edhe ne kur bëjmë një punë 8 orarësh dhe ne themi u lodha. Fjala u lodha ndoshta është një fjalë që e themi edhe pa e vënë rëndësinë e asaj gjëje, por jo, nuk më ka lodhur më shumë situata që ne si pjesë shoqërie e Shqipërisë ose si Shqipëri që nuk kemi ndihmën e duhur për të lloj smundjesh që kanë personat me kufisit që janë të kufizuar me pjesën e tetraplegjikut ose të pjesës së neurologjisë. Dhe kjo më shqetëson edhe më lodh më shumë, sesa ajo pjesë tjetër e imja që unë kujdesem për të. E kam detyrim, është detyrim ndaj meje si fëmijë, ndaj nënës, se siç më ka rritur, edhe unë do ta mbaj, kështu që e shoh shumë të këndshme si pjesë që unë kujdesem, nuk e kam shumë problem. Kur jeta të vendosi përballë kësaj sfide me nënën, cili ishte mendimi i parë që të erdhi në mendje?
Kur isha fëmijë dëgjoja një fjalë që më ra bota në kokë, domethënë pata janë ca disa shprehje që janë kështu që çdo edhe unë nuk e kuptoja këtë fjalë. Domethënë më arsuan syt ose pata një gjë të tillë ose shtëpia më ra në tokë. Këtë unë ca shprehje tani dhe unë si kujtoj fiksi janë dhe vërtet që ka qenë një gjë që shumë e çuditshme se unë kam kaluar dhe një siklet tjetër me timat dhe timat kanë ndruar jetë nga një smundje jo e mirë dhe më ran këto, domethënë si ana e djathtë dhe ana e majt e trupit të tim, ashtu më ndodhen dhe gjërat. Dhe vërtet se kur e kam kuptuar që do ndodhte gjithë kjo histori, vërtet por jam në këmbë, jam mirë, jam mirë. Edhe më vjen mirë që je mirë. Edhe më vjen shumë mirë për gruan e fortë dhe super shumë të suksesshme që je ti. Shiko, forca është një gjë që ndaj nesh, ndaj femrave do ekzistoj. Koti thojnë burrave, po forca më të madhe ka femra. Kështu që pavon më njan dhe ato, por që femra është shumë e fortë, është. Dhe unë dua t'jap dhe një mesazh. Po patjetër. Që çdo kush mund të ketë probleme, çdo kush ana shëndetësore është gjëja më kryesore për çdo familje dhe unë uroj të gjithëve të jenë mirë me shëndet. Por që asnjëherë duhet ta humbin shpresën dhe besimin që çdo gjë të ecë përpara për mirë. Asnjë gjë duhet të ecë për ta mendojmë për keq. Sepse çdo gjë është e shkruar, ka një rrugtim jeta ose njeriu në jetë që është e shkruar. Ne do kujdesemi deri në pikën e fundit çdo kush që është, por që është një rrugtim i vështirë, por jo i pamundur. Këtë unë e mendoj për të gjithë femrat. Jo vetëm për femrat, por edhe për meshkujt sigurisht. Për të gjithë. Për të gjithë. Të thash më parë që je shumë e suksesshme. Çfarë roli ka pasur nëna jote në këtë grua që ti je sot? Roli kryesor të jetës time dhe mbështetjes është edhe babai dhe nëna, të dy unë kam qenë shumë e lidhur me prindrit, sepse vllai shumë shpejt na është larguar nga familja sepse ka emigruar, dhe mua më ka rënë që të jetoja me të dy prindrit, më thënë, isha si fëmijë e tyre e vetme në afërsisë, jo se si. Dhe ishte mbështetje që të ecja në këtë rrugtim edhe te babai që puna madhe që je femër, ti duhet ecësh përpara, le të shikoj maskilizmi ose meshkujt në një sy ndryshe, ti vazhdo përpara. Pastaj nëna ishte ajo që ishte kujdesi më të veçantë kishte kur dilja në për emisionet ose kur dilja në për intervista që ishte veshja e saj që ti të dukesh më e kuruar dhe më e bukur në emisione sepse ka një transmetim ndryshe tek njerëzit dhe impakt. Kështu që kujdesi ka qenë 100%. Unë përpara se ajo të smuresh, unë e merja në evente, i mësoja për verën, ajo degustonte bashkë me mua me miqtë e mi, ishte gjithmonë në tavolinat e mia. Kështu që ishte ajo mbështetja që më jepte gjithmonë. E kam pasur shoqen time të ngushtë, nuk është se kam, por që shoqja ime ngushtë është mami ime. Edhe s'ka gjë më të mirë se të kesh shoqe të ngushtë mamin. Po vërtet ta them me plot gojën që shoqe me plot kuptimin. Cila ka qenë këshilla që ta ka dhënë gjithmonë dhe mban mend gjithmonë ti? Një këshill. Në jetë mos haro buzëqeshje dhe shkëlqimin e syve. Kjo është ajo që më thot. Sepse çdo kush mund të ketë momente jo të mira, por mos i haro. Ka njerëz që dorëzohen përballë vështirësive. Ti si zgjodhe të vazhdosh, nga e merr forcën? Jo se unë nuk dorëzohem herë, jo se unë nuk kam këto problemet e mia, por është një forcë brenda vetes që të thret, është brenda shpirtit, të thret, diçka të thret dhe duhet të unë faktikisht kam edhe një problem me shpatullat edhe me hernien që her pas here nuk ndihem mirë. Dhe dua që për shembull që ti kur jam me shtrirë kështu që të ri të qetësohem, por është ajo forca që të shikoj mamin, të shikoj të lëviz edhe haroj fare veten, edhe është brenda, është nuk di si ta shpjegoj, nuk e di si mund thonë, si thonë që nëna tek fëmia ka një forcë të jashtëzakonshme, por anasjellës dhe fëmia për tek nëna është e jashtëzakonshme. Kështu unë e ndjej. A ka ditë kur jeta të duket e padrejtë? Ka orë, thua. Se ditë sigurisht që ka. Më duket shpesh herë, por që këtu jetojmë në këtë vend. Të bukur, por dhe të vështirë. Të drejtë dhe të pa drejtë. Ti ke provuar kulmin e suksesit dhe një dhimbje të madhe dhe vështirësi shumë të mëdha. Pas gjithë kësaj që ke kaluar,
Si e përkufizon suksesin sot? Në një fjalë të gjatë ose në një fjali të gjatë duhet ta përkufizoj që dashuria dhe dhëmshuria janë një dhe njeriu duhet të ecë përpara. Kjo është ajo që unë mund të them që sado që të sukses ti ke, ti duhet të jesh edhe bashkë me dhimbjen dhe bashkë me njerëzit që ke afër, se nuk të bëhemi fodull që ne kemi kaluar nivelet më të larta të suksesit. Por ajo që është baza, është ajo që është dhëmshuria që kemi ndaj njerëzve. Sidomos të afërmë. Çfarë do t'u thojë të gjithë grave që përballen me një barkë kaq të madh dhe familjare, por nuk duan të heqin dorë nga ëndrat e tyre dhe nga suksesi? Unë mund të them që çdo gjë harihet me shumë vështirësi, sepse sigurisht që dita ka 24 orë, nuk ka më shumë dhe brenda 24 orëve ne nuk mund të bëjmë më shumë se ç'na duhet ose na duhet, por që duhet të kenë forcën e tyre që të ecin përpara sepse ne do ta kemi gjithmonë. Shumë njerëz të njohin për profesionin që ti ke. Por jo të gjithë e dinë që ti ke vendosur të shprehesh përmes letërsisë duke shkruar një libër. Si lindi? Libri ka kohë që është menduar mes miqve, në eventet që unë kam bërë, lexoja çdo kohë poezit e mia që krijoja. Para disa vitesh kam shkruar një libër tjetër, por nuk e kam botuar, mendova të botoja këtë të parin. Dhe kështu mes rreshtave të rrjedhave të familjes ime më im vlla që është atje, pa një bindje shumë madhe që unë duhet ta bëja këtë libër. Dhe ja ku jam me nota frutore e një puthjeje. A ishte libri një mënyrë për të shëruar veten? Jo. Libri është një mënyrë për të ecur përpara. Domethënë shërim nuk mund ta quaj sepse unë nuk mund të shërohem nga ajo gjë që kam. Kështu që nuk mund ta them që ishte shërim, është për të ecur përpara. Nuk e di sa do jetë e mundur të na interpretosh disa rreshta të librit. Atëherë siç e thash, libri quhet Nota frutore e një puthjeje, është kjo kopertina. Atë që mund të them është që është e bukur, është që quhet Rrënjët e forcës sime. Rrënjët e forcës sime, nëse sot vresht që lulëzon në dritë, është se rrënjët i kam te ju, te shtëpia. Atje ku mami dhe babi më shihnin në sy. Kur rruga bëje e thyer si vija, ma klini vllai im në krah për krah në çdo mundim. Dhe Bora, që me çdo ditë jeton me ne, bashkë me ju gjeta çdo udhtim, në çdo stin të jetës, në çdo sfidë të tonën. Dhe ti Rizi, që emrin e tij meti mban me nder, sill imazhin e tij si një bekim në jetë. Me Lea Jasminën, lulet ton me vlerë, që çdo ditë e bën të bukur dhe të vërtet. Me sëmundit, të formimit të shijes që njoha, me zverave që mësuan shpirtin të flas, ju ishit dielli kur më mundte koha, dhe vatra ku shpresën kur se lash. Ky libër nuk let vetëm për vreshta e gota, po për dashurinë që më bëri kjo që jam. Se pa ju do të ishit e zbrazët kjo bota, dhe unë këtë zë e këtë stil s'do ta kisha pranë. Është me të vërtet shumë e bukur dhe unë patjetër që do ta marr një libër. Faleminderit. Do ta dedikoj edhe për ty një gjë të bukur, sepse çdo kush e ka marr librin, unë i kam bërë një dedikim të veçantë, nuk e kam bërë vetëm një shkrijes, por i bëj një dedikim. Çfarë kostoje ka libri për të gjithë ato që na ndjekin? Faleminderit që më pyete. Edhe ku mund ta marrin? 1500 lekë kushton ose 15 euro. Jemi tek libraria Adrian, që jemi në gjithë librarinë, dhe tek libraria Qendra Kristal, që është libraria brenda Qendrës Kristal. Është shumë i bukur. Faleminderit. Realisht. Faleminderit. Ti ke njohur veten në aromat, shijet dhe nuancat më të holla të jetës përmes profesionit. Pas gjithë asaj që ke përjetuar si bi, grua dhe profesioniste, cila është aroma që ke sot në jetën tënde? Aroma që kam unë sot është era e gushës së mamit tim. Është ajo që mua më ndjell, sepse juve nuk e dini, por unë jam dhe njohëse shumë e mirë parfumeve. Unë kam bërë një parfum nga mosha 6 vjeç deri në moshën 18 vjeç. Dhe sot që flasim, unë kam një projekt për të ndërtuar një koloni të bërë vetëm nga Shqipëria, domethënë aromën e Shqipërisë, që nga pjesa e myshjeve, bimëve, flora dhe fauna, me
do jetë e përfshirë si Shqipëria. Si sot që ne të ngrejmë zërin sa më lartë, edhe do ta quaj Shqipëria parfumin. Sa e bukur kjo. Kjo është shumë e bukur. Kështu që brenda asaj, sepse aromat tona të vendit ton janë të jashtëzakonshme, kështu që duhet të ngrejmë zërin për atë që ne kemi për Shqipërinë. Dhe kjo është pra aroma, është nëna ime, por edhe ajo më tej. E kam botën shumë të zdërvjell tonë, e kam një botë shumë të zdërvjell, sepse unë jam dhe eksperte e ushqimit, unë jam kritike në atë, vazhdoj një nivelin e tretë të kritikës ushqimit në Francë, kam fituar kuotat për doktoraturën në Rom, për smundjet neurologjike edhe ushqimin, me forcat e mia, dhe sot punoj edhe unë në një media, por jo në pjesën e, jam në pjesën e, jam në një televizionin kombëtar, por që punoj pjesën e marketingut dhe merrem dhe me evente, sepse duhet të punoj shumë për të arritur, sepse kam një problem shumë të madh jetik dhe pos punova shumë, kostot janë shumë të larta. Tani dua të di, si është dita jote? Dita ime përballon gjithë këtë mbi ngarkesë. Po, zgjohesh mëngjes, shkon. Jo, nuk e di asgjë, pse a kam fjetur. Kjo pjesa e zgjimit është pak nuk para flesh shumë natën, sepse duhet të çojmë çdo 1 orë e 30 minuta, duhet të vezile për të parë gjendjen dhe ecurinë e fjetës mamit. Si merr frymën, mos ketë probleme, sepse ajo ka këto kohë të fundit një problem me qëndrimin dhe sekrecionet që krijon trupi, dhe kështu që edhe mund të mbytet, dhe unë kam këtë ciklin të vështirë natën, por që mirë, ajo e me mëngjesit merrem me të në mëngjes, pastaj shkon në punë deri në orën 4, vi në shtëpi dhe gjithë koha ime kur kam eventet, pastaj marr një zonë që kujdeset për mamin, sepse duhet të kem gjithë kohën. Prandaj duhet të punoj shumë, sepse edhe paguaj edhe njerëz, sepse sigurisht nuk ja del dot vetëm. Shteti shqiptar nuk kam një mbështetje të jashtëzakonshme për këto. Dhe duhet ta them që duhet ketë pak një ndryshim në këto rrjedhjet që po vinë dhe po vazhdojnë, duhet të protestojmë më shumë. Shikoj, jo vetëm te ne që kemi një të smur, por edhe te ato nanët që kanë fëmijët me një spektër të ose zua ti përmend, ose autizmin, ose pjesën tjetër, që ne duhet kemi një ndihmë nga shteti të jashtëzakonshme, se nuk ja dalim dot. Është e jashtëzakonshme, nuk ja dalim dot. Unë para 3 ditësh kam qenë në spital, më çoi ambulanca me një nën që është tetraplegjike, që nuk ecën, po pastaj me çfarë do kthehem unë? Jo, thotë ai merr një taksi, se s'ke çfarë të thuash. Më thonë edhe nuk e kanë fare problem që ta thon këtë. Por jo, nuk duhet të jetë kështu, sepse një i smur në atë gjendje nuk mund të çohet në familje me këtë lloj, më thon, sistemi. Si ta çoj unë? Unë nuk e ngrej dot. Ose duhet ta mbaj vetë në krah, sepse nuk të ndihmojnë. Është e vështirë dashur, por që një mesazh duhet t'jap që duhet të kemi një ndryshim. Është jashtëzakonshme ndryshimi. Duhet të kemi për të gjithë. Jo vetëm për mua që jam femër, por edhe për çdo familje, edhe për një baba që e ka të vështirë, për një nënë ose për një fëmijë, është e vështirë për të gjithë, që duhet të kemi një mbështetje. Megjithatë, inshallah po bëhemi, se flasim dhe ne një vend social që të arrim ne se kemi këtë potencial, por që diskutohet që ka dhe problemet dhe problematikat e veta. Dhe prandaj unë studioj dhe punoj shumë. Kjo është e gjitha. Bravo. Pastaj i fusi gotë verë edhe me ato do të thoja, e konsumon verën ti? Jo, për ditë, jo. Sa? Se thonë të konsumosh ndonjëherë verë është dhe e shëndetshme. Jo, për ditë, por nuk kam kohë të konsumoj për ditë. Në evente sigurisht. Sa mund të konsumosh? Në ditë? Jo, në ditë. Se në ditë për shembull në orën 10, po të jem pushim, pi dhe një gotë prosecco bulës. Pi, më pëlqen, se 11% alkoola është. Kurse kur kam degustime, nuk pi, sepse kam dhe të tjerët që pinë, dhe po piva dhe unë, shkojnë. Por që mund të pi, zakonisht kur jam 100 ml verë të kuqe, që mos të kem këto problemet, por gjithmonë kur pi verë, pi dhe ujë, pastaj kam të balancoj edhe alkoolin. Me që jemi të vera, na jep pak më shumë informacion për verën. Po, tani për stilën e verës njerë nuk ju rekomandoj verë të kuqe për gjithë periudhën e ditës, ose vetëm për në darkë, dhe mund të pim gjëra të freskëta, një alkool me përqindje të ulët, 11-12%, sepse vetë natyra e diellit edhe
temperaturat e larta krijojnë probleme. Kjo, do në gjëra të freskëta duan. Pastaj të darkat në një break date, shumë kur konsumon një gotë verë, unë do të ftoj ty me shumë kënaqësi me këto degustimet që bëj, sepse ne bëjmë shumë. Unë jam pjesë edhe një kompanie që jam brenda Pasadore dhe ne bëjmë shumë evente të ndryshme edhe për të informuar persona të ndryshëm që kanë dëshirë mbi verën dhe botën e verës. Edhe unë patjetër që do të vi, do jetë kënaqësi. Ja po të fotojt kështu live, live, edhe unë po të them do të vi live. Tani na zbulove shumë gjëra, tani diçka tjetër për të na zbuluar ke. Çfarë do bësh? Do bëj librin e dytë. Këtë doja të nxirja. Çfarë përmban libri i dytë? Libri i dytë ka për Shqipërinë, restorantet e Shqipërisë, pjatat tona, vera jon edhe poezia e ndërthurur. Domethënë, do jetë një libër që nga Vermoshi deri në Konispol të gjitha restorantet që unë do t'i përzjedh bashkë me përfaqësuesit e librit që do jenë pjesë sepse këtë libër ne duhet ta çojmë dhe jashtë, sepse edhe këtë libër që kam bërë, unë do ta përkthej anglisht edhe italisht, do ta çoj në diasporë, por dhe librin e parë, do të thënë të dytë që do bëj, do ta kaloj në gjuhë të huaja, për të qenë, sepse ne Shqipërinë duhet ta promovojmë në pjesën e turizmit. Kështu që libri është impenjativ, është shumë impenjativ për të zgjedhur, kam filluar për të është baza materiale, sepse pjatën që unë do fotografoj ose të nxjerr, do ta bëj dhe me ingredient, po dhe duhet ta kem përshkruar. Dhe ky përshkrim do jetë në poezi. Bravo, jo realisht bravo. Do të thonë se nuk është përshkrim që unë do them një përshkrim rastësor, do të thonë do bëj një përshkrim mbi poezinë dhe verën që shkon. Do të thonë ky kombinimi mes ushqimit edhe verës. Dhe kjo është e gjëja që duhet të thoja, se gjë tjetër nuk kam për momentin. Edhe të uroj shumë sukses. Faleminderit shumë. Edhe të falenderoj shumë për emocionet e bukura që na dhe për mesazhet. Unë ju përgëzoj për këtë nisëm që keni marrë, sepse është shumë e rëndësishme historitë njerëzore që të shprehen në mënyra të ndryshme dhe bravo ju qoftë. Faleminderit. Falenderoj shumë. Media Gjashtë, faleminderit. Ja pra kështu erdhëm në fund të këtij programi, bashkë do të jemi sërish nesër në orën 11 dhe nëse keni ndonjë histori për të na treguar, mund na shkruani në Media 60. Mirupafshim.